Zotri Kryeministër, a mund të na shpjegoni cili do të jetë angazhimi i qeverisë në Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlerat Luftës, sidomos sa i përket çështjes së familjes? Si e shihni ju familjen në kuadër të kësaj ministrie dhe kush do ta përbëj familjen sipas konceptit tuaj? A do të përfshihni si familje edhe rastet që sipas ligjit që keni propozuar për ndryshim të gjinis, një burr që ka ndryshuar gjinin dhe është bërë gru, ose një grua që ka ndryshuar gjinin dhe është bërë burr? A do të njihet si familje? A do të njihni si familje martesas mes njëjtës gjini? A do ta njihni si familje një grua që ka lindur fëmijë nga një dhurues i spermës? A do të angazhohet kjo qeveri për të drejtat e këtyre kategorive, duke qenë se ju keni deklaruar se këto janë të drejta dhe se për ju kjo nuk është vetëm një e drejtë e merituar, por një e drejtë që buron nga bindja juaj personale dhe angazhimi juaj politik si kryeministër dhe si kryetar partie. Po ashtu ju keni deklaruar se rreth 10% e popullsisë ka orientim të tillë seksual. Pra, do të jetë angazhimi juaj si qeveri dhe si grup dhe i grupit tuaj parlamentar që të realizoni këto qëllime, pra të drejtat e këtij 10% siç e quani ju. Dhe në fund ju keni deklaruar se pikërisht konservatorët janë ata që janë pro lejimit të martesave të njëjtës gjini. Në grupin tuaj parlamentar, pas këtyre deklarimeve, ka një numër të konsiderueshëm deputetësh që njihen si konservator, si musliman, ashtu edhe katolik. Madje ju janë bashkuar pas këtyre deklarimeve. A do të thotë kjo se këtë angazhim po e bëni edhe për hir të këtyre konservatorëve? Është e qartë se kjo nuk ishte një pyetje, po ishte një pyetësor. Unë nuk kam se si ju përgjigjem gjitha këtyre çështjeve, por ajo që do të them është se në mandatin e kaluar, edhe në këtë mandat për herë të parë kemi ndërmarrë hapa të qartë dhe të matshëm për të vendosur familjen në qendër të politikë bërjes shtetërore. Së pari janë vendosur dhe po zbatohen shtesat për fëmijë dhe lehona, si politika të reja, të cilët nuk kanë ekzistuar më parë në këtë formë dhe shtrirje. Këto masa përfaqësojnë një ndryshim thelbësor në qasjen e shtetit ndaj familjes. Nga një rol pasiv në një mbështetje aktive dhe drejt për drejt për mirëqenjen e saj, duke kontribuar njëkohësisht në nxitjen e natalitetit dhe përmirësimin e perspektivës demografike të popullit të vendit tonë. Së dyti, për herë të parë kemi nisur reformën e thellë të asistencës sociale, e cila është tashmë në fazë të avancuar. Kjo reformë synon eliminimin e padrejtësive dhe mbivendosjeve, identifikimin më të saktë të familjeve në nevojë, vendosin e standardeve të qarta dhe krijimin e një sistemi që mbështet familjen realisht, duke lidhur ndihmën me dinjitetin dhe aktivizimin në treg të punës. Dhe së treti, në përputhje me zotimet tona programore, kemi integruar në politikat qeveritare mbështetjen për kujdesin e hershëm të fëmijëve përmes përfshirjes së gjyshërve gjenerata për gjenerat, si një model që jo vetëm e lehtëson barrën për prindrit, por edhe e forcon lidhjen ndërbreznore brenda familjes. Tash, çështjet të cilat u adresuan këtu, nuk i konsideroj çështje të familjes, por çështje gjinore. Mund bëjmë një debat në ditë tjetër për çështje gjinore, por siç e dini, ministria është ministria e punës familjes, jo e çështjeve gjinore, e punës familjes dhe vlerave të luftës çlirimtare. Jo vlerave të luftës, po vlerave të luftës çlirimtare, se lufta jo nga qenë çlirimtare.